Përshëndetje. Shiko ku jemi ke shtëpia Tezes. Sa bukur është. Shumë bukur. Era po pi një shampanjë me mandarin. Unë e piva shampanjën brenda, nuk dua më jam, vetëm kemi ngrënë, jemi tu marr, duhet bëjmë një dietë shumë të fortë kur jemi në Kenerike. Problemi është sepse unë sot në mëngjes gjithmonë e them fëmijëve të mi, a vdeksha nëna për ju. Unë vdes për ju, të jep jetën për Unë ty. jap jetën për ju, si çdo nëna, gjithë nënat e japin, mbar botën. Nëna është emri më i bukur në botë që sakrifikon për fëmin. Por problemi era gjithmonë më mërzitet kur i them o vdek nëna për ty. O mam thot, pse nuk thua rrofsha unë për ty thot. Prandaj pse kemi ne të shqiptarët? Vdeksha unë për ty. O po. Duhet të themi rrofsha unë për fëmijët e mi që t'i gëzoj unë fëmijët e mi. Se duke folur edhe kështu dhe Zoti na dëgjon, na jep jetën më të gjatë. Prandaj ne duhet të ndryshojmë në disa gjëra, në disa pikpamje, në mënyrën e të shprehurit. Të themi fëmijëve, rrofsha unë për ju. Unë do jetoj për ty. Unë do jetoj për ju. Do bëhem e fort për ty. Prandaj po ju them, duhet kjo expression duhet hiqet nga fjaloria jonë. Se vdeksha, po pse të vdesim? Të rrojmë, t'i gëzojmë fëmijët tanë, të martojmë nipa e mbesa, jetën ta kemi të gjatë, t'jemi të lumtur. Prandaj duhet themi, rroftë nëna për ju, sepse duke qenë nëna, baza e shtëpisë jep dashuri ngrohtë si fëmijëve. Fëmijët pa nënë janë si dielli, si toka pa hënë, si toka pa diell. Prandaj duhet të themi rroft nëna për ty. Bravo. Si mendoni, a jeni dakord me këtë shprehje se shumë gjëra ne i themi gabim? Pikërisht nënat tona shqiptare, sepse kështu i kemi dëgjuar, por duke analizuar me mendje të ftohtë, ky është gabimi. Rrofsha unë për fëmijët e mi. Miropafshim. Miropafshim.